Problemet dhembja kryesisht, qoftë dëmtime disje intravertebrale, qoftë qëndrimi jo i mirë i komplet trungut, domethënë, atëherë domethënë ato janë probleme afatgjate të cilat vijnë si pasojë e qëndrimit të ulën, domethënë është diçka shumë që sot shumë pacienta domethënë kanë një simptomatologji tillë për shkak të qëndrimit para kompjuterit në zyre, domethënë me jo një aktivitet shumë të mirë. Ndikon kjo edhe në nyje, nervi sciatik? Po, nervi sciatik vjen si pasojë e komprimime, kurthime, domethënë të rrojve nervore, që vijnë domethënë apo presionit disje intravertebrale, ku e prishin atë strukturën e disjet intravertebrale, e hupin atë elasticitetin, për shkak domethënë mos ushqyeshmërisë të mirë në disjet intravertebrale dhe pastaj normal që mund të qoftë vetëm nervi sciatik apo në qoftë edhe nerve tjera, domethënë nëse bëhet fjalë vetëm te ekstremitetet e poshtme. Po nuk janë vetëm ekstremitetet e poshtme apo pjesa e poshtme e regionit lumbal, po është edhe pjesa e sipërme e vertebrave cervikale që qafës që mundet realisht më ataku më për shkak të qëndrimit, domethënë para kompjuterit apo qëndrimit në gjatë në karrik. Për këta persona që qëndrojnë gjatë ulur, çfarë mund të bëjnë në mënyrë që të paktën të minimizojnë dëmet nga qëndrimi gjatë? Një pyetje shumë i mirë, edhe roli i fizioterapisë është këshilldhës. Domethënë edhe njopi se çdo fizioterapeut do të më jap këshilla sa më shumë në aspektin e mirëmbajtjes të trupit edhe mirëmbajtjes, domethënë, të fizikusit. Në rastin të personat që qëndrojnë kohë gjatë ulën, rekomandohet që dikon mas 60 minuta, mas një ore, më bë spaku disa zgjatje, apo më me bë disa hapa, edhe më pas disa lëvizje që mi ikë që ty në qëndrime të gjata, domethënë në karrik.